Me kulmin e sezonit veror, tregjet e fruta perimeve në Korçë vijojnë të frekuentohen nga qytetarët, të cilët zgjedhin produktet e freskëta të Stinës për konsum të përditshëm. Megjithatë, çmimet mbeten një nga faktorët kryesorë që ndikon në blerjet e tyre. Sipas konsumatorëve, këtë periudhë ka një ofertë të bollshme me fruta dhe perime vendase, ndërsa disa produkte kanë pësuar ulje çmimi krahasuar me javët e mëparshme. Megjithatë, për disa artikuj, çmimet vazhdojnë të konsiderohen të larta, duke i detyruar familje të kufizojnë sasinë e blerjeve. Me pension i marrim neve na duke shumë shtrenjtë. 150.000 lekë që marrun, shumë shtrenjtë janë. Në 1.000 lekë nuk ka. Kështu që Si cilësisë janë? si cilësisë janë keq, po është puna janë shtrenjtë. Janë më lirë. Cilësia e mirë. Çmimet? Edhe çmimet. Nuk janë. Raport me cilësinë justifikohen? Po, justifikohen. Gjithsesi, njerëzit kanë punuar tër vitin, kështu që do marrën hakun e tyre. Si cilësi janë mirë? Shumë të mira janë, edhe çmimi është shumë i mirë se ata e dinë sa punë ju bëjnë atyre. Ju mendoni që është i përballueshëm? I përballueshëm. Ja, me 400 domatja, shumë mirë. Nga ana tjetër, fermerët thonë se çmimet përcaktohen nga sasia e prodhimit dhe kostot e tyre. Ne prodhojmë pataten, qepën, karotën. Si duket këtë vit fuqia blerëse? A ka bler? Po, deri diku ka patur. Tash sikur ka ndaluar pak, po, deri diku ka patur e çmimi i mirë. Si ka qenë? Ka qenë i kënaqshëm dhe periudhë çmimi? Justifikohen gjithë kostot e prodhimit? Po, gjithtashi po, tashi më vonë. Si kanë valuar çmimet? Si po tregtohen? Patatja nga 5-6, qepa po ashtu 3-4-5. Qytetarët shprehen se i kushtojnë rëndësi cilësisë dhe origjinës së produkteve, duke preferuar prodhimet e fermerëve vendas. Ata shpresojnë që me shtimin e prodhimit sezonal, çmimet të bëhen më të përballueshme, në mënyrë që të kenë mundësi të konsumojnë më shumë fruta dhe perime të freskëta.